4 dekada me radhë, revista Editoria Islame ka qenë pjesë e hapësirës sonë publike dhe intelektuale, duke trajtuar temat besimit, kulturës, historisë, arsimit dhe të jetës shoqërore në përgjithësi. Ajo përbën një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë së publicistikës fetare në gjuhën shqipe dhe një prej botimeve më të gjata të Bashkisë Islame të Kosovës. E themeluar në qershor të vitit 1986, revista ka dëshmuar qëndrueshmëri dhe përkushtim në shpalosjen e dinamikave shoqërore në periudha të ndryshme historike. Kosova në okupim gjatë viteve të 90-ta, gjersa liria e shprehjes dhe informimi në gjuhën shqipe u përballën me kufizime të rrepta, revista Editoria Islame e ruajti dhe vazhdoi botimin dhe shërbeu si hapësirë informimi, reflektimi dhe dokumentimi për zhvillimet të cilat e preknin shoqërinë tonë.